Më folët pak në fillim të intervistës për rinin tuaj dhe ma përcaktuat atë si shumë të bukur. Në krahasim me rinin sot, si ka qenë? Kishim një gjë të veçantë që nuk e ka ndoshta të mesmet sot. Do me thënë me shoqet që jemi dhe sot, shoqe, e fillonim që në vitin e parë dhe lidheshim shumë me konviktoret i quanim ne. Vajzat që vinin nga rrethet e tjera. Po lidhja jon ishte venim deri atje sa u hanim ushqimin atyre, në kuptimin një lidhje kaq e ngushtë, donim të flinim ke ato. Dhe këto ishin që na kënaqnin, gjëra të vogla, nuk ishim pretendime ne për gjërat mëdhaja. Ku dinim ne të shkonim, ku kishim diskoteka ne. Ne kishim librin, ne kishim vetëm një libër, Mozhen, që mësuan frëngjishtën. E kishim 4 veta. Dhe e kishim me orare. Orën 5 Vasilika, orën 6 ju, orën 7 ai, orën 8 ai. Kështu kemi mësuar fillimisht, se s'kishte. E vërteta të thuhet. Ndërsa sot i kanë gjithë mundësi të mësojnë gjuhë të huaja. Të gjitha mundësit. Ose mbrëmjet që bënim. Mbrëmjet me çaj i bënim ne.